Sot në komunën e Bogovinës ka qëndruar Ministri i Pushtetit Vendor, zoti Lirim Shabani. Ai është pritur nga i pari i komunës së Bogovinës, zoti Hasbi Idrizi. Ky takim reflekton bashkëpunim shumë të avancuar mes kësaj ministrie dhe institucionit të komunës së Bogovinës. Ministri i Pushtetit Vendor, zoti Lirim Shabani, komunën e Bogovinës e ka parë në prizmin e sukseseve dhe të arriturave në shumë punë konkrete të realizuara në këtë komunë. Është e vërtet që edhe publikisht ne veçojmë komunën e Bogovinës për arsye se komuna Bogovinës, kryetari i komunës dhe stafi kanë bërë punën e tyre që ata të veçohen dhe të shihen, të sinjalizohen nga shumë institucione tjera. Nëse marrim komunat rurale, Shlirë mund të them se rrallë ka në Republikën e Maqedonisë komunë rurale, ashtu siç është komuna e Bogovinës, e cila ka avancuar në shumë drejtime, qoftë në procesin e realizimit të projekteve, infrastrukturës, arsimit, kulturës, shëndetësisë dhe shumë drejtimeve tjera. Ndërkaq, kryetari i komunës së Bogovinës, zoti Hasbi Idrizi, ka vlerësuar punën e decentralizimit dhe bashkëpunimin me Ministrinë e Pushtetit Vendor. Çështja e decentralizimit ka filluar dhe nuk do mbaroj, do jetë një proces, besoj se kuptohemi, dhe ingerencat të cilat janë të deleguara të para me ligjet ekzistuese në komunën e Bogovinës mund të them lirisht me plot gojë se po zbatohen tamam si duhet. Po zbatohen fal bashkëpunimit të brendshëm tonin që kemi, organizimit brendshëm tonin në komunë që kemi, pastaj qytetarëve kuptohet, sektorit privat gjithashtu, dhe mos harrojmë donatorët dhe ministri gjithësisht qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Unë mund të them se ka një kënaqësi, mund të them edhe unë pajtohem me konstatimin e ministrit dhe të mediumeve se për komunën e Bogovinës po bëhet një bujë ose krijohet një opinion i mirë. Ky opinion është krijuar me punë.